Bashkimi Demokratik për Integrim sot reagon ashpër ndaj qëndrimit të avokatit popullit lidhur me organizimin e provimit të jurisprudencës noterisë për mbarimit. Ky qëndrim skandaloz juridikisht i pabazuar dhe i papranueshëm sepse e cënon një të drejtë e cila është e garantuar edhe me ligj edhe me kushtetutë. Është e papranueshme që e drejta për të përdorur gjuhën shqipe në provime shtetënore të paraqitet si e drejtë që realizohet vetëm me kërkesë të kandidatit. Përdorimi i gjuhës shqipe nuk është as privilegj, as favor administrativ, por është e drejtë e garantuar me ligj dhe kushtetutë dhe institucionet kanë obligim që të zbatojnë atë me detyrë zyrtare ex officio, pa e ngarkuar qytetarin me procedurat e tjera. Po ashtu tentimi që kjo çështje të argëtohet me nevojën për harmonizim me ligje tjera, njësoj është i pabazë me ligji për përdorimin e gjuhëve i rregullon këto çështje dhe obligon institucionet për zbatim të drejtë për drejtë. Problemi nuk qëndron te ligjet, të nderuar qytetar, problemi qëndron te mungesa e vullnetit për zbatimin e tyre në praktikë. Qëndrime të tilla krijojnë konfuzion juridik, pasiguri te kandidatët dhe përbëjnë një hap prapa në standardin e të drejtave gjuhësore. Institucionet dhe barësit të funksioneve publike duhet të mbrojnë të drejtat e qytetarëve dhe jo të relativizojnë ato me interpretime të gabuara. E siç po e shohmi ditët e fundit edhe vitet e fundit, krerët e shtetit me intencion po e relativizojnë çështjen e statusit të gjuhës shqipe, duke deklaruar se ju mund të flisni shqip, por gjuhë e vetme zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut është gjuha maqedonase. Në ndërkohë, edhe kryetari i gjykatës kushtetuese, edhe ministri i drejtësisë, jo vetëm që heshtin, po me veprimet e tyre dhe me mosveprimet e tyre, po i shkelin drejt për drejt ligjet aktuale dhe kushtetutën. Akoma më skandaloze dhe akoma më vetmohuese janë deklaratat e kryetarit të Kuvendit, i cili thotë se gjuha shqipe është e përkthyer që përbën një mohim flagrant i barazisë kushtetuese. Këto qëndrime dëshmojnë një realitet të rrezikshëm. Ligji po njërohet, ndërsa themelet e demokracisë dhe shtetit ligjor po goditen rënd. Kur institucionet që duhet garantojnë rendin kushtetues bëhen pjesë e shkeljes së tij, kjo nuk është vetëm një problem politik, por është cenim i drejtë për drejtë i shtetit. Veprimet antishqiptare nuk janë vetëm papranueshme, ato janë realisht antishtetenore. Me këtë logjik, propozime dhe interpretime të tilla i ngjajnë logjikës së reduktimit, zvogëlimit drejtave kolektive që ka ndodhur në kaluarën, kur në vitin 1989 u suprimuan zgjidhjet kushtetuese që buronin nga kushtetuta e vitit 1974, fillimisht në Republikën e Maqedonisë, atëhershme, duke u hequr shqiptarëve konceptin shtetformues. E më pas në të njëjtin vit edhe në Kosovë u suprimua autonomia kushtetuese e vitit 1974. Edhe sistemi atëhershëm ka pas përfaqësues shqiptar në qeveri të cilët u rreshtuan në funksion të këtyre politikave të cilët janë antishtetrore, shkurt e shqipe thënë shqiptor, por siç e dim të gjithë veprimet e atëhershme ishin mjaft tragjike për të dy shtetet. Të drejtat e fituara nuk mund të redukohen me interpretime administrative dhe nuk kthehen mbrapa me arsyetime tendencioze. Është, nderuar qytetarë, është demagogji e pastër të mohosh disa drejta të cilet janë të garantuara me ligj dhe me kushtetutë, në ndërkohë për të njëjtat i kërkoni me zë të lartë
nga shtetet fqinje, si që është Shqipëria, ose Bullgaria, ose Serbia, ku këto të drejta as nuk janë të parapara në këtë nivel juridik të cilin kemi në Republikën Shtetin tonë. Ky standard i dyfish nuk është gjë tjetër veç se një gullim i qëllimshëm i të vërtetës. Një nebulozë e thellë dhe manipulim i hapur politik për të relativizuar detyrimet kushtetuese. Në këto kohë sfiduese, ku shteti ynë përballet me ndikime të jashtme të shumë thishta, qoftë ndikimin ekonomik nga Kina, qoftë ndikime truse të ndërmjetësuara përmes strukturave dhe politikave serbe, sidomos në çështje të sigurisë dhe marrëdhënieve ndëretnike, si dhe ndikimet aktuale nga lindja e mesme, është detyrë e çdo qytetari të tregojë pjekuri shtetërore dhe përgjegjësi të lartë qytetare. Në vend që të minojmë themelet e brendshme të shtetit përmes politikave përjashtuese dhe shkeljes së të drejtave kushtetuese, duhet bashkohemi për të ruajtur dhe për ta forcuar shtetin. Shteti nuk dobësohet, të nderuar qytetar, të nderuar politikan dhe të nderuar kryeshtetës, nuk dobësohet shteti nga barazia. Përkundrazi, shteti forcohet prej saj. Prandaj çdo veprim që cënon këtë barazi nuk është vetëm i gabuar politikisht, por është i rrezikshëm për vetë qëndrueshmërinë dhe ardhmërinë e shtetit tonë. Në bazë gjithë asaj që thash, parashtrohet pyetja: a mendoni se kjo qeveri me këto qëndrime do të çojë vendin tonë drejt Bashkimit Evropian?